Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Perëndin e falenderon çdo gjë që është në qiell dhe në tokë. Ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Allahun e lartëson me adhurim gjithçka që është në qiell e në tokë. Allahu i lartësuar na tregon rreth madhështisë, lartësisë dhe gjerësisë së pushtetit të tij. Ai na tregon se çdo gjë në botën qiellore e toksore, qofshin gjallësat që flasin ose që nuk flasin, qofshin sende e krijesat e gjalla, të gjitha pa përjashtim i bëjnë tasbih, duke e lavdëruar dhe duke e lartësuar atë nga çdo mangësi që nuk i shkon madhërisë së tij. Gjithçka është e nështruar ndaj Zotit e përunur para krenarisë së tij. Në këtë krijim shfaqet qartë urtësia dhe mbisëndimi i Allahut të madhruar. Në këtë ajet del qartë, gjithashtu, nevoja e madhe të gjitha krijesave, të botës qiellore e asaj toksore, për Zotin e tyre. Ai është i gjithfuqishmi i urtë. Allahu na tregon për krenarinë e tij madhështore dhe për faktin se ai ka nështruar gjithçka nën sundimin e tij. Ai tregon gjithashtu për urtësinë e tij të madhe, qoftë në krijimin e tij, qoftë në ligjet që ka vendosur mes tyre. Pushteti i tij është në qiell dhe në tokë, jetat dhe vdekja janë vepër e tij, dhe ai është i pushtetshëm për çdo gjë. Atij i takon pushteti në qiell në tokë. Ai jep jetë dhe ai jep vdekje dhe ai është i plotfuqishëm për gjithçka. Allahu është krijuesi dhe furnizuesi të gjitha krijesave. Ai përkujdeset dhe rregullon çështjet e tyre me pushtetin e fuqinë e tij. Allahu është i plotfuqishëm për gjithçka dhe asgjë nuk del jashtë sundimit të tij. Ai është i pari dhe i mbrëmi, edhe i dukshmi edhe i padukshmi, dhe ai është i dijshëm për çdo gjë. Ai është i pari dhe i fundit, i larti, i afërti. Allahu është i pari, para të cilit nuk ka gjë, dhe i fundit, pas të cilit nuk ka gjë. Allahu është i larti, sipër të cilit nuk ka gjë, dhe i afërti, me pranë se i cili nuk ka gjë dhe ai di çdo gjë. Dituria e Allahut ka përfshirë të dukshmet dhe padukshmet, të hapurat dhe të mbuarat, të shkuarat dhe të armet. Ai ka krijuar qiellin dhe tokën për 6 ditë periudha kohore dhe pastaj mbisëndoi arshin gjësin. Ai di se çka hyn në tokë dhe çka del prej saj, çka zbret prej qiellit dhe çka ngritet ka ai. Ai është me ju sheh kudo që gjendeni dhe çka do që punoni, Perëndia i sheh të gjitha çka punoni. Është ai që i krijoi qiellin dhe tokën vetëm për 6 ditë, pastaj u ngrit mbi arsh. Dita e parë e krijimit ishte dita e dielë dhe përfundimi i krijimit ishte në ditën e gjuma. Pastaj i lartësuari u ngrit mbi fronin e tij, ashtu si shkon madhështisë e tij, si për të gjitha krijesave. Ai di gjithçka që futet në tokë dhe gjithçka që del prej saj, çfarë zbret prej qiellit dhe çfarë ngrihet në të. Allahu e di për ato që hyn në tokë, si farerat, shijuajt. Ai e di edhe për ato që dalin nga toka, si bimet, pemet, kafshët e tij. Ai di gjithçka që zbret nga qielli, si melekët, kaderi, pisku i tij et. Ai di edhe ata që ngjiten në qiell, si melekët, shpirtat, lutjet, veprat e robërve. Ai është me ju kudo që të jeni. Kjo i përngjan ajetit tjetër, nuk bëhet bisedë fshehtë mes 3 vetave, që ai të mos jeti 4, e as mes 5 vetave, që ai të mos jeti 6, e as mes me pak e as mes me shumë vetave, që ai të mos jetë me ta, kudo që të jenë. Mujadele. Kjo është afërsi me detyrinë dhe mbikëqyrjen e tij. Prandaj edhe me pas, Allahu kërcënon dhe përgëzon robërit e tij se do t'i shpërblej sipas veprave të kryera, të cilat ai di dhe i ka mbikëqyrur imësisht. Allahu shikon gjithçka që bëni ju. Allahu sheh të gjitha veprat tuaja dhe do t'ju shpërblej sipas tyre. Ai ka ruajtur ato vepra me imtësi dhe korrektësi. Pushteti i tij është në qiell dhe në tokë, dhe tepërndia do të kthehen të gjitha. Vetëm atij i përket sundimi i qiellve dhe i tokës. Allahu është sunduesi i tyre. Ai është krijuesi dhe ata janë robërit e tij. Të duhet të adhurojnë, të përkushtohen e nështrohen atij dhe vetëm atij. Allahu i madhruar vepron dhe përkujdeset për ta me ligjet e krijimit dhe të shariatit, të ndërtuara mbi urtësinë e tij dhe vetëm tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. Si veprat, ashtu edhe vepruesit e tyre, vetëm tek Allahu e kanë kthimin. Robërit do të paraqiten tek ai dhe ai do të ndajë të keqen nga e mira. Ai do ta shpërblejë bamirësin për mirësinë e tij dhe të ligun për ligësinë e tij. Ai e sheh natën e ditë dhe ditën e natë, dhe ai e di mendimin e çdo kujt. Ai e fut natën te dita dhe ai e fut ditën te nata, duke shkurtuar herë njërin e herë tjetrën. Allahu e vendos natën mbi ditën dhe kështu krijesat i mbulon errësira, që ato të qetësohen e qiellën. Pastaj e vendos ditën mbi natën dhe nga toka largohet errësira e gjithçka ndriçon. Atëherë njerëzit fillojnë të lëvizin për të arritur mirësitë e tyre. Allahu e ndëron natën e ditën duke shkurtuar e zgjatur herë njërin e herë tjetrën, duke krijuar kështu edhe stinet nëpërmjet të cilave arrihen mirësitë e shumta. I lartësuar dhe plot begati është Allahu i madhruar, Zoti i botëve. I lartësuar qoftë bujari e bamirësi, që i begatoi robërit me mirësi të dukshme e të padukshme, të hapura e të fshehura. Ai i di të fshehtat që mban kraharori. Allahu di për gjithçka që fshihet në kraharor.
Ai i jep sukses të përqafojë udhëzimin e drejtë atij që e di se meriton këtë udhëzim. Por nga ana tjetër, Allahu i Madhëruar nuk ia jep udhëzimin e drejtë atij që nuk e meriton atë. Besoni Perëndin dhe të dërguarin e tij dhe shpenzoni nga ato çka ai ju ka lënë në dispozicion juve, se ata që kanë besuar nga ju dhe kanë shpenzuar për të mirë, për ta ka shpërblim të madh. Besojini Allahut dhe të dërguarit të tij dhe jepni nga ajo që ai ju ka lënë ta trashëgoni. Allahu i Madhëruar i urdhëron robërit e tij që të besojnë atë, profetin e tij, shpalljen e tij, si dhe të shpenzojnë në rrugën e tij prej pasurisë që po Allahu e vendosi në duart e tyre dhe i bëri kujdestar të saj, për të parë se si do të veprojnë. Me pas, duke përmendur shpërblimin e madh që i pret, ai nxit më shumë nëse bëjnë një gjë të tillë, por ata që besojnë dhe shpenzojnë për hir të Zotit, ka shpërblim të madh. Ata që bëjnë këto vepra të mrekullueshme do të kenë shpërblim të madh. Përveç besimit të pastër në Allahun, profetin dhe në shpalljen e tij, ata shpenzojnë pasurinë në rrugën e Allahut. Këto vepra do të mundsojnë atyre shpërblimin më të madh dhe më të mrekullueshëm. Ata fitojnë kënaqësinë e Zotit dhe nderimin e vendin e mirësisë së përjetshme në xhenet. Këto janë mirësitë që Zoti ka përgatitur për besimtarët dhe ata që luftojnë në rrugën e tij. Ka keni që nuk besoni në Perëndin? E i dërguari i tij ju fton që ta besoni Zotin tuaj, kurse ai prej jush ka marrë obligimin nëse dëshironi të jeni besimtar. Ç'është me ju që nuk i besoni Allahut, kur i dërguari i tij ju fton të besoni Zotit tuaj, i cili ka marrë besën nga ju? Pe çuditse mbajini fjalën, nëse jeni besimtar. Të vërtetë, çfarë ju pengon ju të besoni? Pe çuditse si mund të mos besoni, ndërkohë që profeti Muhammed, më i miri i profetëve dhe thirrësi më i nderuar në rrugën e drejtë të Zotit, ju fton që të besoni. Pe çuditse kjo, përkundrazi, duhet ju bëj të nxitoni që t'i përgjigjeni ftesës së tij, që ta përqafoni sa më shpejt e vërtetën që ai ka sjellë prej Zotit. Aq më shumë, kur Allahu i Madhëruar ka marrë besën prej jush se do t'i besoni atij. Atëherë, nëse jeni besimtar të vërtetë, duhet ta mbani premtimin. Megjithatë, me butësinë dhe për kujdesin e tij të madh, Allahu i Madhëruar nuk mjaftua vetëm me ftesën e sjellë nëpërmjet profetit më të zgjedhur, por e mbështeti atë edhe me mrekulli të shumta. Allahu i Madhëruar thotë: Ai, robit e vet i ka zbritur fakte të qarta për t'ju nxjerrë nga errësira në dritë, e Perëndia ndaj jush, me të vërtetë, është i mirë dhe i mëshirshëm. Ai i shpalli robit të veçenja të qarta për t'ju nxjerrë prej errësirave në dritë. Ai solli shenja të qarta që i dëshmojnë çdo njeriu me logjikë vërtetësinë e mesazhit të Zotit. Ato shërbejnë që t'ju nxjerrin ju prej errësirave në dritë. Allahu i Madhëruar e dërgoi profetin e tij me shpallje dhe urtësi që t'ju nxjerrë nga errësirat e ignorancës dhe kufrit në dritën e diturisë dhe të imanit. Kjo është shenjë butësisë, mëshirës dhe përkujdesit të Allahut për ju. Allahu është më i mëshirshëm për krijesën e tij, sesa prindi për fëmijën e tij. Sikurse thot më pas, nuk ka dyshim se Allahu është i butë e mëshirëplot me ju. Dhe, ç'keni që nuk shpenzoni në rrugën e Perëndisë, pasi që qiejt dhe toka i mbetën trashëgim Perëndisë. Nuk janë të barabartë ata që kanë shpenzuar dhe luftuar para fitores dhe ata që kanë luftuar dhe shpenzuar pastaj. Këtu, dallimi është në një shkallë të lartë, mirë po, Perëndia të gjithëve u premton dhuntin. Perëndia di mirë atë që punoni ju. Ç'ë ndodh me ju që nuk shpenzoni në rrugën e Allahut? Çfarë ju pengon ju që të shpenzoni për hir të Allahut në të gjitha rrugët e mirësisë? Çfarë ju bën ju që të jeni kopras, ndërkohë që ju vetë nuk keni asnjë lloj pasurie, por gjithçka i takon Allahut të Madhëruar kur dihet se Allahut i mbesin trashëgim qiejt e toka. Do të vijë një ditë kur të gjitha llojet e pasurive do të hiqen nga duart tuaja dhe ju të largoheni prej tyre. Gjithçka do të kthehet te pronari e sunduesi i vërtetë, tek Allahu i lartësuar. Prandaj, shfrytëzoni këto pasuri duke i shpenzuar në rrugën e drejtë, sa i keni në përdorim. Me pas, Allahu i lartësuar përmend dallimin mes veprave, në varësi të gjendjes kur kryen dhe të urtësisë hyjnore në vlerësimin e tyre. Nuk janë të barabartë ata që kanë shpenzuar nga pasuria e tyre dhe kanë luftuar para çlirimit. Këta kanë vlerë më të madhe se sa ata që shpenzuan dhe luftuan me pas. Këtu është fjala për çlirimin e Hudebijës, kur mes profetit Asa dhe i dhujtarëve Kurejsh të Mekës u nënshkrua marrëveshja e paqes. Marrëveshja e Hudebijës ishte një nga faktorët më të mëdhenj që ndihmojnë në përhapjen e Islamit dhe përzierjen e muslimanëve me të tjerët. Gjatë kësaj kohe mundësua që Islami të predikohej pa pengesë, prandaj edhe njerëzit hynë në fenë e Zotit grupe, ndërsa Islami u lartësua. Para kësaj marrëveshjeje, muslimanët mund të ushtronin lirisht davetin ftesën islame veçse në vendet ku dominonin muslimanët, si në Medinë dhe rrethinat e saj. Ndërsa muslimanët e Mekës ose të viseve të idhujtarëve ishin të friksuar, prandaj nuk mund të vepronin lirisht. Për arsyeën e mesipërme, ata që pranuan Islamin dhe shpenzuan për hir të Allahut para çlirimit, ishin në gradë më të lartë dhe meritonin shpërblime të mëdha se ata që pranuan Islamin pas çlirimit. Kjo është në përputhje edhe me urtësinë e Zotit.
Po të studiosh situatën, do të shohësh se me të zgjedhurit e sahabëve e pranuan Islamin përpara çlirimit. Megjithatë, për të mos I lënë vendojnë në keqkuptimin e lidhje me shpërblimin, Allahu I Madhëruar thotë, por të gjithëve Allahu ka premtuar mirësi. Si atyre që shpenzuan dhe luftuan para çlirimit, ashtu edhe atyre që shpenzuan dhe luftuan pas çlirimit, Allahu I Madhëruar u ka premtuar xhenetin. Kjo tregon për vlerën e lartë të gjithë sahabëve, Allahu qoftë I kënaqur me ta, sepse është vetë Allahu që dëshmoi për imanin e tyre të vërtetë dhe që u premtoi xhenetin. Allahu di për gjithçka që ju punoni. Secilin prej jush, Allahu I gjithëditur do ta shpërblej sipas punës që ka bërë. Me pas, Allahu I Madhëruar nxit për të shpenzuar në rrugën e Tij, sepse xhihadi mbështetet pikërisht nga këto shpenzime. Kush do t'i japë vullnetarisht Perëndisë ua, të mirë, që ai pastaj t'i kthej shumë fish, e madje për të ka shpërblim fisnik. Kush është ai që I jep Allahut një ua të mirë, që ai t'i ja shumë fishoj atë pasurinë dhe t'i jap një shpërblim të mirë. Allahu I Madhëruar e ka quajtur shpenzimin e shpërblyeshëm si ua të mirë. Do me thënë, ajo duhet të jetë pasuri e pastër dhe të jepet me sinqeritet për hir të Allahut, për të kënaqur atë. Këtë lloj shpenzimi Allahu e ka quajtur hua të mirë, edhe pse dihet se Allahu nuk ka nevojë për hua, madje çdo pasuri është pronë e Tij, edhe vetë robi është pronë e Tij. Por, ashtu si huaja, që është detyrë të kthehet mbrapsht, ashtu premton Allahu se do t'i ja kthej shpërblimin robit që shpenzon për hir të Tij, madje të shumë fishuar, sepse Allahu është bujare bamirës I madh. Ky shumë fishim bëhet në ditën e gjykimit, ditën kur të gjithë do të shohin qartë varfërinë e tyre, kur të gjithë do të kenë nevojë edhe për mirësimet e vogël. Duke përshkruar këtë ditë, I Madhëruari I thot me pas: Në ditën që do të shohësh besimtarët dhe besimtarat, që para tyre dhe në të djathtë ecë dritë e tyre ju thuhet, gëzim ka sot për ju, kopshtet e xhenetit në për të cilët të rjedhen lumenjt, në të cilët do të banoni përgjithmonë. Ky është sukses I madh. Allahu I Madhëruar flet për mirësinë e madhe që do të rrethojë besimtarët ditën e gjykimit, mirësi për të cilën do t'i kenë zili të gjithë. Kështu, ai thotë, atë ditë do të shihni besimtarët dhe besimtarët tek ndriçon drita përpara dhe në të djathtë të tyre. Ditën e gjykimit, dielli dhe hëna do të shuhen dhe robërit do të jenë në errësirë. Ura që kalon mbi xhenem dhe të shon në xhenet është vendosur, por është errësirë e plot. Ajo është vetëm rrugë për në xhenet. Atëherë, do të shohësh besimtarët dhe besimtarët që ndriçohen nga një drite, nga përpara dhe nga e djathta e tyre. Ashtu, në ato çaste të vështira dhe të frikshme, ata do të ecin të ndriçuar nga drita e tyre. Secili do ta ketë fuqinë e dritës sipas besimit të vet. Në këto çaste, atyre u jepet përgëzimi më I bukur, atyre do t'u thuhet, përgëzim për ju sot janë kopshtet, në për të cilët të rrjedhin lumenja ku do të jeni përgjithmonë. Kjo është fitoria e madhe. Subhanallah. Sa I ëmbël do të jetë ky përgëzim për zemrat e tyre. Ata do përjetojnë lumturitë e papërshkrueshme, sepse do të marrin lajmin që arritën çdo gjë që e kishin synuar dhe shpëtuan nga çdo e keqe secilës I druheshin. Në këtë vend, ku shohin se si besimtarët ecin të ndriçuar nga drita e imanit të tyre, ndërsa drita e tyre shuhet, munafiqët u drejtohen besimtarëve. Në ditën kur hipokritët dhe hipokritët do t'u flasin besimtarëve, prit na neve që të shpërblehemi me dritën tuaj. U përgjigjet atyre, kthehuni prapa e kërkoni tjetër dritë. Dhe, ndërmjet tyre do të vendosë bariera pengesa që ka derë, brenda saj ka mëshirë, kurse jashtë saj ka vuajtje. Atë ditë munafiqët dhe munafiqet do t'u thonë besimtarëve, na prisni pak që edhe të ndriçohemi prej dritës suaj. Prisni pak që të na ndriçohet rruga nga drita juaj për të shpëtuar edhe ne nga ndëshkimi. Por atyre do t'u thuhet, kthehuni pas në dynja dhe kërkoni atje ndonjë dritë. Pra, u thuhet që të kthehem në dynja nëse është e mundur. Por kjo është diçka e pamundur. Atëherë, ndërmjet tyre vendoset një mur që ka një derë. Nga brenda tij është mëshira, ndërsa nga jashtë tij është dënimi. Atëherë, mes besimtarëve dhe munafikëve vendoset një mur I madh dhe I pakalueshëm. Nga njëra anë e tij janë besimtarët në mëshirën e Zotit, ndërsa nga ana tjetër janë munafiqët në ndeshkim. Atëherë, munafiqët duke u përgjëruar dhe duke kërkuar mëshirë, u drejtohen besimtarëve dhe u thonë: A nuk kemi qenë me ju? Therasin ata. Po, përgjigjen, por ju e keni komprometuar veten dhe keni pritur edhe keni dyshuar, dhe dëshirat e kota ju ka mashtruar, përderisa ka arritur vullëri I Perëndisë, e djalli u ka mashtruar ndaj Perëndisë. Ata munafiqët u therasin: Besimtarëve, a nuk kemi qenë edhe ne së bashku me ju? A nuk ishim së bashku me ju në dynja kur thoshim, la ilaha illallah, kur faleshim, agjeronim, merrnim pjesë në xhihad dhe punonim një lloj si ju? Piçuditse përgjigjja u vjen kështu: Po, por ju e shkatruat veten, po, është e vërtetë që ishit me ne në dyna dhe vepronit një lloj si ne, por veprat tuaja ishin pa besim dhe pa qëllim të pastër. Sepse ju prisnit koptëzi për besimtarët, dyshonit në çështjet e fesë.
Ju dyshonit në vërtetësinë e shpalljes së Zotit, e cila nuk pranon asnjë dyshim. Gjithashtu dhe ju mashtroi jeta e dynjas, derisa ju erdhi kaderi i Zotit. Ju u mashtruat ka ëndra e Kotse, me gjithë dyshimet tuaja, ju do të arrini të njëjtin sukses ashtu si besimtarët. Kështu vazhduat, derisa ju erdhi vdekja, me caktimin e Zotit dhe ju gjeti në gjendje të shëmtuar. Gënjeshtari ju mashtroi rreth Allahut. Ishte gënjeshtari, shejtani i malkuar, ai i cili ju zbukuroi në zemër mohimin dhe dyshimet, aq sa ju gjetet qetësi dhe u kënaqet në atë gjendje. Ju besuat premtimin e tij të rrem dhe e morët për të vërtetë çdo fjalë të tij. Sot, prej jush nuk pranohet kurfar kompensimi, e as prej atyre që nuk kanë besuar. Sqarja është vendbanimi juaj, ai është për ju, e sa vendbanimi të mëshëm që është ai. Sot prej jush, o munafik, nuk pranohet asnjë lloj kompensimi dhe as prej besimtarëve. Zjarri është vendi juaj, sepse atë meritoni. Sa përfundim i keq është ai. Sikur ta jepni për kompensin të gjithë tokën me flori, madje edhe një herë as ajo, kur nuk do të pranohet prej jush. Vend qëndrimi juaj është zjarri. Ai do t'ju mbështjellë plotësisht. Sa vend i keq është zjarri. Në një sure tjetër, i lartësuari thot, ai që do ta ketë rënd peshoren e veprave të tij, ai do të bëjë një jetë të këndshme. Ndërsa ai që do ta ketë lehtë peshoren e veprave të tij, ai e ka vendin e hauje. Kur mësohet ti se ç'është havije? Ai është zjarri me nxehtësi shumë të lartë. Karja 6:11. A nuk është koha që besimtarëve të zbutet zemra, kur përmendet Perëndia dhe e vërteta Kuranit që është reveluar shpallur, dhe mos të bëhen ata sikur atyre që qysh me parë ju është dhënë libri, por zemrat e tyre, me kalimin e një kohe të gjatë, u forcuan në të keqe, dhe shumë prej tyre janë mëkatarë. Pasi Allahu i lartësuar fori për gjendjen e ahiret të besimtarëve e besimtarëve, munafikeve dhe munafikeve, kjo duhet t'i bënte zemrat të friksoheshin dhe të pendoheshin para Zotit të tyre, të nështroheshin para madhështisë së tij. Atëherë, Allahu i lartësuar i qorton besimtarët, të cilët ende nuk e ndjejnë këtë ndryshim në veten e tyre, a nuk është koha për besimtarët që zemrat e tyre të zbuten me kujtimin e Allahut e me të vërtetën që u zbriti? A nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarëve të friksohen e të zbuten nga kujtimi i Allahut, pra, nga ajetet kuranore? Pishuditsa nuk ka ardhur koha që ata të nështrohen në zbatimin e urdhrave, në largimin nga haramet dhe të nxjerrin mesim nga e vërteta që i u shpat Muhamedit asë. Kjo është nxitje për të kultivuar frikën dhe përmirësinë e zemrës ndaj Allahut të lartësuar dhe shpalljes së tij. Besimtarët duhet të kujtojnë këshillat hyjnore dhe të përkushtohen në zbatimin e fesë së Zotit në çdo kohë dhe në çdo gjendje të tyre. Ata duhet të llogarisin veten para se të vijë çasti kur pendimi nuk do të pranohet më dhe të mos bëhen si ata të cilëve ju dha libri më parë e pasi kaloi një kohë gjatë, zemrat e tyre u ngurcuan e shumë prej tyre janë jashtë rrugës. Të mos bëhen si ata të cilëve Zoti u shpalli libër, që duhet të fuste drojnë në zemrat e tyre dhe të bindeshin urdhave të tij, por ata nuk u treguan të qëndrueshëm në këtë rrugë. Përkundrazi, pasi kaloi një kohë e gjatë, ata u haruan në kocira, derisa imani i tyre u zbeh, ndërsa siguria në fe u zhduk. I Madhruari thotë që zemrat e tyre u ngurcuan. Zemrat kanë nevojë të vazhdueshme që të kujtojnë shpalljen e Zotit dhe të dëgjojnë urtësitë e tij. Njeriu nuk duhet të tregohet i pakujdesshëm, sepse kjo bëhet shkak për ngurcimin e zemrës dhe për largimin e lotëve që rrjedhin nga frika e Zotit. Dijeni se Perëndia, me të vërtetë, e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Na ju sqarojmë argumentet për të kuptuar ju. Dijeni se është Allahu ai që e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Ne ju kemi sqaruar argumentet që të kuptoni. Shenjat e Allahut të Madhruar i tregojnë njeriu qëllimet e larta hyjnore. Kështu, ai që e ngjall tokën pas vdekjes së saj është i plotfuqishëm që të ngjallë robërit pas vdekjes së tyre dhe të shpërblej ata sipas veprave të tyre. Ai që ngjall tokën pas vdekjes së saj me ujin që e zbren nga qielli, ai është i plotfuqishëm që të ngjallë zemrat e vdekuara me shpalljen që ja zbritin nga qielli profetit e tij. Nga ky ajet nënkuptohet, gjithashtu, se ata që nuk udhëzohen nga shenjat e Allahut janë të palogjikshëm. Dhe ato që japin lëmosh dhe vullnetarisht japin ua Perëndisë, do të kthehet shumë fish dhe për ta ka shpërblim fisnik. S'ka dyshim se atyre që japin sadaka dhe që japin Allahut një ua të mirë, atyre do të shumë fishohet ajo. Pasuri dhe do të marrin shpërblim të madh. Këta janë njerëzit që japin shumë sadaka dhe shpenzojnë për kënaqësinë e Allahut. Ata shpenzojnë pasurinë e tyre për mirësi që të sigurojnë një furnizim të mirë tek Allahu i Madhruar. Atyre do të shtohet sadakaja 10 fish deri në 700 fish. Veç kësaj, ata do të kenë një shpërblim bujar nga Zoti i Madhruar me mirësitë e pafundme të xhenetit. Ata që besojnë Perëndin dhe profetët e tij. Ata janë njerëz të drejtë dhe dëshmitar të Zotit i tyre dhe do të shpërblehen dhe do të kenë dritë. Kurse, ata që nuk janë besimtar dhe i mohojnë argumentet tona, do të jenë banorë të zjarrit.
ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. Të sinqertët dhe dëshmorët, ata kanë te Zoti i tyre shpërblimin dhe dritën e vet. Besimi i vërtet dhe i saktë, sipas pasuesve të traditës profetike, është ai që përshkruhet dhe udhërohet në Kur'anin dhe Sunetin e profetit tas. Besimi shprehet me fjalë zemre dhe fjalë gjuhë, por edhe me vepra zemre, gjuhë dhe trupi. Kjo përfshin të gjitha çështjet e fesë, si ato të shfaqurat, edhe ato të fshehurat. Ata që e kanë të plotë këtë aspekt, ata janë të sinqertët e sidikun, të cilët kanë gradën më të lartë mbi të gjithë besimtarët e tjerë dhe poshtë gradës së profetëve. Pra, sipër sidikun, veçëndrojnë vetëm profetët. Edhe dëshmorët do të kenë dritën e tyre dhe gradat e larta në xhenet, pranë Zotit, ashtu sikur se vjen në një hadith të saktë, vërtet, në xhenet ka 100 gradë, largësia mes dy të cilave është sa ajo mes qiellit dhe tokës. Këto grada i ka përgatitur Allahu për ata që luftojnë e përpiqen në rrugën e tij. Kjo tregon për gradën e lartë dhe afërsinë e tyre me Allahun e lartësuar. Në këto ajete përmenden disa kategori njerëzish, si të sinqertët, dëshmorët, bamirësit dhe banorët e zjarrit. Bamirësit edhe mutasadikun janë ata që veprat e mira i kanë kryesisht me bamirësi ndaj krijesave, duke ndihmuar me shpenzime e gjërat e tjera. Ata gjithmonë japin kontributin e tyre në rrugën e Allahut. Të sinqertët edhe sidikun janë ata që i plotësojnë të gjitha nivelet e imanit dhe të veprave të mira sipas këtij imani. Ata kanë arritur diturinë e dobishme dhe sigurinë e plotë në besim. Ndërsa dëshmorët edhe shuhadau janë ata që japin jetën dhe shpenzojnë pasurinë e tyre në luftë dhe përpjekjen në rrugën e Zotit për të lartësuar dhe për hapur fjalën e tij, ndërsa ata që i mohojnë shenjat tona janë banorë të xhenemit. Xahim është emri i xhenemit. Kështu, banues të xhenemit janë qafirët, të cilët mohojnë Zotin, profetët dhe shpaljet e tij. Është edhe një grup tjetër që këtu nuk është përmendur, por e gjen në surën Fatir, ajeti 32, pastaj ne ua kemi dhe në librin trashëgim atyre robërve tanë që i kemi zgjedhur. Por ka disa prej tyre që i bëjnë keq vetes e tyre, ka që janë mesatar, e ka prej tyre që, mendimin e Allahut, garojnë në punë të mira. Kjo është ajo mirësia më e madhe. Këta janë ata të cilët i kryejnë detyrimet dhe i u largohen harameve, por ndonjëherë tregohen të pakujdesshëm dhe shkelin ndonjë prej të drejtave të Allahut dhe ndonjë detyrim ndaj robërve të tij. Edhe këta përfundimin e kanë në xhenet, edhe pse, sipas gabimeve të kryera, mund të ndëshkohen. Dijeni që jeta në këtë botë nuk është kur gjë tjerë veç lojë dhe dëfrim dhe zbukurim stolisje dhe mburje ndërmjet jush dhe vrapim ka pasuria dhe numri i fëmijëve. Kjo ishte ëmbëlën bimës, e cila pasi u të rritet dhe entuziazmon bujqit, e ajo pastaj gufon, po me vonë e shet të zverdhur vyshkur që më në fund të shkatërohet. Kurse, në botën tjetër ka vuajtjet e mëdha dhe amnestin nga Perëndia dhe kënaqësi nga ai, jeta në këtë botë është vetëm kënaqësi e mashtruar. Dijeni se jeta e kësaj bote është vetëm një lojë, kalim kohë në argëtim, stolje krenari mes jush dhe përpjekje për shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve. Allahu i madhëruar na tregon për dynjan dhe realitetin e saj, na qartëson përfundimin e saj dhe të atyre që jetojnë në të. Ai na qartëson se ajo është thjesht lojë dëfrim. Kjo dynja është vendi ku trupi kërkon të dëfrej dhe zemra të harrohet me kocira. Ky është realiteti i saj. Nëse dëshiron ta kuptosh këtë realitet, atëherë shiko banorët e kësaj dynjaje dhe mënyrën se si ata jetojnë në të. Nëse do t'i veresh me kujdes, do të shohësh se ata e kalojnë shumicën e kohës së tyre me argëtime dhe pakujdesi të gjatë ndaj kujtimit të Allahut. Ata janë të pakujdesshëm ndaj së armes që i prep përpara dhe shpërfillës të premtimeve e kërcënimeve të Zotit. Ata e trajtojnë fenë si diçka jo serioze, duke mos i dhënë rëndësinë që i takon. Ndryshe ndodh me të zgjedhurit, të vëmendshmit, punëtorët dhe kërkuesit e përjetësisë së ahiretit. Zemrat e tyre janë të mbushura me kujtimin e Allahut, me njohurim për Allahun dhe dashurinë për të. Ata e mbushin kohën e tyre me veprat e mira që të afrojnë tek Allahu. Ata i gjen vazhdimisht duke u marrë me punë të dobishme qoftë për veten e tyre, qoftë për të tjerët. Në këtë dynja, njerëzit përpiqen që të stolisen e lëvdohen me rroba të bukura, ushqime e pije të shtrenjta, me mjete, shtëpi, pallate, pushteti. Dashuruesit e dynjas mburen mes tyre për luksin dhe pasurinë që zotërojnë. Çdo kush dëshiron të duket në sytë e tjetrit dhe të jetë ai më i larti, më i lëvduari dhe më i famshëm. Çdo kush dëshiron që të jetë me më shumë pasuri e djem. Ja, kështu ndodh, sidomos me ata që e dashurojnë dynjan dhe kanë gjetur prejen në të. Por ndryshe ndodh me ata që e njohin dynjan me fytyrën e saj reale. Ata e trajtojnë dynjan ashtu sikur se është në të vërtetë, si vendkalim me jo si vendpreje. Ata garojnë për çdo fjalë e vepër që të afron tek Allahu. Ata marrin të gjitha masat dhe ndjekin të gjitha rrugët që të çojnë në kënaqësinë e Allahut. Nëse të tjerët u lëvdohen e garojnë për shtimin e pasurive të kësaj dynjaje, ata garojnë për të shtuar veprat e mira e për të kërkuar ahiretin.
Pastaj Allahu i madhruar i bën një krahasim të goditur kësaj dynjaje dhe bukurive të saj të përkohshme dhe mashtruese, ajo i ngjan atij shiu, prej të cilit bima i habit bujqit, por pastaj ajo thahet dhe shet e verë, pastaj përthyet dhe kalbet. Dynjaja i ngjan shiu që bie prej qiellit, nga i cili del dhe zhvillohet bima, me të cilën ushqehen njerëzit dhe kafshët. Ajo lulizon e zbukurohet, duke habitur kultivuesin e saj dhe duke mashtruar njerëzit që e kanë gjetur prejen dhe kënaqësinë se tek kjo dyja. Por nuk zgjan shumë dhe vjen diçka që e fanit këtë bukuri, që dukej sikur kur nuk do të zhdukej. Ajo e than dhe e shndërron ashtu siç ishte në fillim, pa rënë shiu, sikur të mos kishte ekzistuar kur. Bime si humbet gjelbërimi dhe ngjyrat e saj manitëse. Ja kështu është dynjaja me gjithë stolitë e saj. Edhe sikur të jetë në dorën e robit gjithçka që ka kjo dyja, kur të vi momenti që ka caktuar Zoti, ajo do t'i largohet prej duarsh dhe robi do të largohet prej saj, duke marrë me vete vetë shëfinin. U pështroft ai që jepet tërësisht kësaj jete dhe haron punën për jetën e pasosur pranë Zotit. Vetëm puna për të fituar ahiretin është e fryqshme. Ajo i mundson robit kënaqësinë e përjetshme, prandaj i lartësuari i thotë, ndërsa në botën tjetër ka dënim të rënd, por edhe falje gjunahesh dhe dhurim kënaqësi nga Allahu. Në ahiret ekzistojnë dy mundësi, një. Ndeshim i rëndë me zjarrin e xhehenemit, prangat, zinxhiret dhe tmerret e tij. Ky ndeshim është përgatitur për të gjithë ata që kanë patur dynjan si pikë synim të vetëm dhe kanë guxuar të kryejnë përshtirësi ndaj Allahut, të mohojnë shpaljet e tij dhe të jenë mosmirnjohës ndaj dhuratave të tij. Falje gjunahesh, mbullim të metash, largim prej ndëshkimit dhe arritje të kënaqësisë së Allahut. Këtë do të udhërohen atyre që Allahu i madhruar do t'i fusë në xhenet, në vendin e kënaqësisë dhe mëshirës së tij. Ky është vendi atyre që e kanë njohur dynjan ashtu sikurse është në të vërtetë dhe kanë punuar për ahiretin ashtu si ai e meriton. Kjo mjafton që ne të bëhemi asket në dynja dhe të përkushtohemi tërësisht ahiretit. Me pas, i madhruari thotë, jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër, vetëm se një përjetim mashtrues. Jeta në dynja është një kënaqësi që kalohet dhe mbaron, një kohë e shkurtër që përmbush vetëm pak nevoja e dëshirat e njerëzit. Për këtë arsye, kur nuk duhet të mashtrohesh dhe të gjesh preje tek ajo. Ata që e gjejnë kënaqësinë vetëm tek jeta e dynjas janë njerëzit e dobët, të cilët mashtrohen lehtë nga shejtani. Ne vijim, i madhruari na urdhëron që të garojmë drejt faljes së tij, drejt kënaqësisë dhe xhenetit të tij. Ai thotë: "Dëni gara që te Perëndia juaj të meritoni amnestin parajse në gjerë sa qielli dhe toka, që është e përgatitur për ata që i kanë besuar Perëndisë dhe profetëve të tij. Ajo është dhurata e Perëndisë që ja jep ai kujt të dojë, e Perëndia është pronari i dëntisë së madhe." Shpejtoni që të fitoni faljen prej Zotit tuaj dhe xhenetin, gjerësia e të cilit është sa gjerësia e qiellit dhe e tokës. Kjo arrije duke plotësuar ato që Zoti ka bërë si sebeb për falje gjunahesh, si pendimi i sinqertë, kërkimi i faljes në mënyrë të rregullt, largimi nga gjunahet dhe çdo shtek që të shpëtojë gjunahet. Ajo arrijet, gjithashtu, duke nxituar në kënaqësinë e Allahut nëpërmjet veprave të mira dhe duke i dhënë rëndësi në mënyrë të vazhdueshme çdo gjëje që e kënaq Allahun. Gjithmonë duhet të përpiqesh për të qenë në shkallën më të lartë të ihsan, i qoftë në drejtim të adhurimit të Allahut, qoftë në drejtim të bamirësisë ndaj krijesave. Me pas, i madhruari tregon veprat që e bëjnë të mundur këtë mirësi të madhe dhe që është përgatitur për ata që i besojnë Allahut dhe të dërguarve të tij. Besimi tek Allahu dhe profetët e tij nënkupton bindjen ndaj porosive të tyre, ku bëj pjesë themelet e fesë dhe derizimet e saj. Ai është mirësia e Allahut që ja jep kujt të dojë. Allahu është dhuruesi i madh. Shpjegimi i qartë i këtyre çështjeve është mirësia e Allahut që ja jep atij që ai dëshiron. Në Kurani, i madhruari qartësoi rrugën që të çon në xhenet dhe rrugët që të çojnë në xhehenem. Mundësia për të kuptuar e mësuar këtë rrugë është mirësia e Allahut, të cilën ai ja jep kujt të dëshirojë. Edhe shpërblimi i madh i Allahut është një dhuratë që ai ja jep kujt të dëshirojë. Këto janë nga mirësitë më të mëdha të Allahut mbi robërit e tij. Allahu është zotëruesi i mirësive të mëdha. Ata askush nuk mund ta lavdërojë ashtu siç e meriton. Ai qoftë i lavdëruar ashtu si e ka lavdëruar vetveten e tij. Allahu qëndron shumë më lart se sa lavdërimet që i bëjnë robërit e tij. S'kam njerin fatkeq siç e godet tokën dhe juve, përveç asaj që është shënuar më parë në libër. Kjo për Perëndin, me të vërtetë, është lehtë. Allahu i madhruar na tregon në këto ajete për kaderin e tij, që përfshin gjithçka çdo çështje, nuk ndodh asnjë sprovë në tokë e as në veten tuaj, që të mos jetë regjistruar në libër para se të ndodhë. Kjo për Allahun është e lehtë. Këtu bëhet fjalë për të gjithë sprovat që bien mbi krijesat, qofshin në formë mirësie apo fatkeqësie. Të gjitha janë shënuar në librin Leuhul Mahfuz, të vogla e të mëdha. Kjo është vërtet madhështore, që nuk mund ta perceptojnë mendjet dhe çejçorudit edhe më të mençurit. Por, gjithsesi, ajo për Allahun është e lehtë. Allahu i lartësuar i njoftoi robërit e tij për këtë të vërtetë, që ata të jenë të qartë, të këtjellët dhe të dinë si të veprojnë e sillen në çdo situatë.
Ata duhet të mos trishtohen dhe të mos humbasin tërësi shpresat nëse u ikën ndonjë mirësi, të cilën aq shumë e kanë dashur. Për t'ia lehtësuar vetes diçka të tillë, le të kujtojnë se kështu ka qenë e shkruar në Lewi Mahfull, prandaj do të kryej se s'bën dhe ishte e pamundur që të shmangej apo të ndalej. Por edhe të mos gëzohen shumë të shfrenuara me arrogancë për atë që Allahu ka dhuruar. Për këtë, thjesht le të kujtojnë se asgjë nuk e kanë arritur me forcën dhe aftësinë e tyre, por vetëm me mirësinë dhe bujarinë e Allahut të lartësuar. Kështu që, le të punojnë për të shprehur atij mirënjohjen dhe lavdinë që e meritën. Le ta falenderojë dhuruesin e çdo të mire dhe shpëtuesin nga çdo e keqe, Allahun e lartësuar. Për të mos u dëshpëruar për atë që ju ka kaluar, por edhe për të mos u gëzuar se tepërmi për atë që ai ju ka dhënë juve, Perëndia nuk i don lavdëruesit dhe vetëmburusit. Kështu, të mos dëshpëroheni tepër për atë që ju ka kaluar e as të mos gëzoheni tepër. E të mbureni me atë që ai ju ka dhënë. Allahu, me të vërtetë, nuk e do asnjë arrogant që u lavdërohet të tjerëve, Allahu nuk i do ata që janë mendjem dhe të vrasht, që mburen e fryen me mirësitë që i ka dhënë ai, sikur t'i kenë fituar vetë ato me forcën e aftësi e tyre. Në vend që tu ashtojnë në shtrimin dhe modestin, ato mirë si bëjnë të kalojnë kufit edhe më shumë, të harrohen edhe më shumë me gjinoa e shkujdisje, sikur se thot i madhruari, ku njeri me godet ndonjë e keqe, ai na lutet neve. Por, ku ne japin ndonjë të mirë, ai thotë, këtë kam arritur në sajt e ditërisime. Jo, ajo është vetë se një sprovë, por shumica prej tyre nuk e din. Zumer 29. Ata që janë kopracë dhe nxisin edhe të tjerët në kopraci. E ata që i shmangën urdhërit, me të vërtetë, Perëndia është i pavarur, i pasur dhe i lavdërueshëm. Që tregohet kopracë dhe po për kopraci i porosit njerëzit. Ata bëjnë dy gjëra të shëmtuara, vetëm njëra prej të cilave do të mjaftonte për të kuptuar ligësinë e shpirtit të tyre, janë kopracë, duke mos kryer detyrimet që u takojnë, dhe porosisin edhe të tjerët për kopraci. Nuk u mjafton që janë vetë kopracë, por inkurajojnë edhe të tjerët me fjalë e me vepra që të përvetsojnë këtë vest të urët dhe të shëmtuar. Këto veprime janë mosbindje ndaj Allahut dhe devijim nga rruga e tij. Por ata që refuzojnë të binden Allahut do të dëmtojnë veç vetveten dhe as pak Allahun e madhruar, i cili thotë: "E kush kthen shpinë?" Porosive të Zotit, le ta di se Allahu është i pasur e i lavdëruar. Allahu është i pasur dhe nuk ka nevojë për askënd. Ai ka pushtetin dhe sundimin e qiejve dhe të tokës. Është ai që u jep pasuri robërve të tij, duke i kënaqur e ngopur ata me gjërat që u mundson. Ai është El Hamidu, i lavdëruari, që ka çdo emër të bukur e çdo cilësi të plot. Emrat, cilësitë dhe veprat e tij janë të bukura dhe të plota, për të cilat meriton lavdërimin, mirënjohjen dhe madhërimin. Me të vërtetë, ne i kemi dërguar profetët tonë me argumente të qarta dhe me ta u kemi dhënë librin dhe terezit, drejtësinë, që njerëzit të veprojnë drejt, kurse hekurin e kemi krijuar, se në atë ka tmerr të madh, po edhe dobi për njerëzit dhe që Perëndia të dëftoj ata që ndihmojnë besimin e tij dhe të dërguarit e tij, pa i parë. Me të vërtetë, Perëndia është i fuqishëm dhe i madhërueshëm. Ne i quan të dërguarit tanë me shenja të qarta. Profetët u dërguan me shenja të qarta që dëshmonin vërtetësinë e tyre dhe të shpalljes që përcillen prej Allahut të madhruar dhe ne u shpallëm atyre librin dhe drejtësinë. Fjala librin ka për qëllim të gjithë librat që Allahu i madhruar u shpalli profetëve si udhëzues për krijesa. Këta libra do të ishin të mjaftueshëm për të mësuar e zbuluar gjithçka që u sjell dobi njerëzve në jetën dhe fenë e tyre. Allahu i madhruar u dhuroi profetëve edhe el mizan, pra drejtësi në fjalë dhe në vepra. Feja që sollën të gjithë profetët ka qenë drejtësi, barazi e mbarsi në çdo urdhër dhe në çdo ndalesë të vendosur. Ato janë ligjet më të përkryera që rregullojnë marrëdhëniet mes krijesave. Drejtësia është baza e çdo dispozite të ligjëruar nga Zoti në të gjitha fushat e ligjit, si dënimet për krimin, kompensimin, trashëgiminë e tij. Qëllimi i librit dhe drejtësisë është që njerëzit të përmbahen së drejtës, që njerëzit të veprojnë drejt kur të përmbushin detyrimet e fesë dhe të jetës së përditshme, sepse kështu do të kenë shumë mirësi. Ky ajet tregon se të gjithë profetët kanë patur themel të përbashkët e ligjit, vendosin e drejtësisë, edhe pse mund të ketë patur ndryshime të caktuara në fusha të ndryshme të zbatimit të kësaj drejtësie, në varësi të kohës, vendeve dhe gjendjes së popujve. Ne e kemi zbritur dhe hekurin, i cili është i fortë dhe i dobishëm për njerëzit. Me hekurin prodhohen mjetet luftarake, si armë, mbrojajt. Por ai ka edhe dobi të tjera për njerëzit. Për shembull, prej tij bëhen mjetet e punës, madje mund të thuhet se hekuri gjen përdorim thuajse në çdo fushë për të dalluar qartë para Allahut se kush e ndihmon atë dhe të dërguarit e tij duke i besuar të fshehtës. Me shpalljen që solli dhe me forcën e hekurit që vendosin në tokë, Allahu i madhruar dëshiron që t'i sprovojë njerëzit, derisa të dallohen qartë ata që ndihmojnë fen dhe profetët e tij, thjesht duke besuar të fshehtë.
Besimin e të fshehtën është besimi i vërtet, ndërsa veprat e ndërtuara mbi këtë besim janë veprat e mira e të pranueshme. Nga ana tjetër, të besosh atëherë kur do të ndodhë kiameti dhe çdo gjë do të shfaqet aptazi, është besim i pavlefshëm, që nuk merret për bazë. Ata që e besojnë të fshehtën i përmirësojnë veprat e tyre, duke u nështruar sipas librit dhe duke e përdorur forcën e hekurit me drejtsinë e kërkuar nga Zoti. Pikërisht këta e kalojnë provimin dhe fitojnë shpërblimin. Allahu është i fuqishëm e nganimtar. Asgjë dhe askush nuk mund të shpëtojë apo të fshihet Allahut. Fuqinë e tij e dëshmon edhe hekuri, të cilën ai e ka zbritur për të prodhuar gjithfarë lloj mjetësh të fuqishme. Allahu është i plot fuqishëm të triumfojë mbi të gjithë armiqtë e tij, por ai dëshiron të sprovojë të dashurit e tij me armiqtë e tij, që të sipkasen ata që e besojnë të fshehtën dhe ndihmojnë fen dhe profetët e tij. Allahu i përmend bashkë librin dhe hekurin, sepse ai do ta ndihmojë fen e tij me të dyja mjetet. Ai e qartëson të vërtetën e tij me libër, pra, me argumente të pakundërshtueshme, por ai do ta ndihmojë fen e tij edhe me forcën e shpatës së hekurt, që të dy mjetet, qoftë libri, qoftë forca e hekurit, do të veprojnë me drejtësi dhe për të vendosur drejtësinë. Kështu do të shfaqet qartë urtësia absolute e Allahut dhe përsosmëria e fesë së tij, të cilën ai e vendosi nëpërmjet profetëve të tij. Pasi u përmendën profetët në përgjithësi, përmendën në mënyrë të veçantë dy nga profetët me të zgjedhur të tij, Nuh dhe Ibrahimi Ase. Allahu i madhruar vendosi profecinë e pasardhësit të tyre, duke i bërë ata etër të profetëve vijus. Me të vërtetë, e kemi dërguar Nuhun dhe Ibrahimin dhe disa trashëgimtar të tyre, që ju kemi shpallur profetnin dhe ju kemi dërguar librin. Disa prej tyre kanë qenë në rrugë të drejtë, kurse shumica prej tyre kanë qenë gatëstarë. Ne i zgjollëm Nuhun dhe Ibrahimin si të dërguar dhe mes pasardhësve të tyre vendosëm profecinë dhe librin. Profetët e parë dhe të fundit, të gjithë kanë qenë prej pasardhësve të Nuhut Ase dhe Ibrahimit Ase. Të gjithë librat i u shpallën profetëve pasardhës të këtyre dy profetër të mëdhenj. Prej tyre pati të udhëzuar në rrugën e drejtë, por shumë prej tyre kanë qenë të shfrenuar. Prej popujve ku dërguan këta profet, pati të udhëzuar, të cilët e pranuan ftesën e profetëve të tyre dhe u nështruan për të punuar sipas udhave e porosive që ata dha. Megjithatë, shumica e tyre ishin njerëz të prishur, sikurse thotë i Madhruari, shumica e njerëzve nuk do të jenë besimtar, sa do të ngulësh këmbëti. Jusuf 103. Pastaj pas gjumëve të tyre, ju kemi dërguar profetët tonë dhe pastaj kemi dërguar Isan, të birin e Meriemës, të cilët i dha Injilin, kurse në zemrat e itharëve të tij kemi mbjellë frymëzuar butësi dhe mëshirë, ndërsa ata vetë kanë trilluar jetën lutse, të tërhequr prej shoqërisë dhe jetë normale për të arritur kënaqësinë e Perëndisë. Ne nuk i kemi obliguar ata për këtë, por ata nuk u kujdesen për atë si duhet. Ata të cilët kanë besuar si duhet, i shpërblim, e shumë prej tyre janë gatëstarë. Pastaj, në gjumët e tyre, vazhduam me të dërguarit tanë pas tyre dërguam Isain, të birin e Meriemës. Atij i dha Injilin, Allahu i Madhruar e përmend në mënyrë të veçantë Isain Ase, sepse këto ajete flasin në përgjithësi për të krishterët, që pretendojnë se janë pasues të Isait Ase, të cilët ju dha Injili, njëri nga librat më të rëndësishëm që Zoti ka shpallur për njerëzit, ndërsa në zemrat e itharëve të tij futën butësi e mëshirë. Në një sure tjetër, i Madhruari thotë: Ti do të verish se njerëzit me armiqësimet e fortë kundër besimtarëve janë judejt dhe idhujtarët. Ndërsa me të butët me besimtarët janë ata që thonë: Ne jemi të krishterë, sepse prej tyre ka të ditur dhe adhurues askete, të cilët nuk tregohet kryneq. Kur e dëgjojnë atë që i është shpallur të dërguarit, do të shohësh që prej syve të tyre rrjedhin lot nga e vërteta që kanë kuptuar. Ata thonë: Zoti ynë, ne kemi besuar, pra, na regjistron ndër ata që do të dëshmojnë. Përse të mos besojmë në Allahun dhe në të vërtetën që na ka ardhur, ku ne duam që Zoti ynë të na bashkojë me njerëzit e mirë. Për këtë thënie, Allahu i ka shpërblyer me kopshte, nëpër të cilët rrjedhin lumen, ku do të jenë përgjithmonë. Ky është shpërblimi për vepërmirët. Maide 82-85. Prandaj të krishterët ishin në zemërbutëse të tjerët, atëherë kur ishin pasues dhe udhëzues të shariatit të Isait Ase. Megjithatë, murgërinë ata e shpiken vetë. Murgëria është një lloj adhurimi, të cilën të krishterët e shpiken vetë dhe ja bën detyrim vetes. Allahu i Madhruar nuk i pati urdhëruar kur për murgëri. Ishin ata që ja bën vetes detyrë diçka të tillë, duke pretenduar se kështu synonin kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Por megjithse kishin një qëllim të tillë, ata nuk i përmbajtën atij, siç thotë i Madhruari, ne nuk u bëm detyrim murgërinë, me të cilën edhe pse synuan të arrinin kënaqësinë e Allahut, ata nuk i përmbajtën ashtu si duhet i përmbaheshin. Të krishterët nuk arritën ta plotësonin detyrimin që i ngarkuan vetes. Kësaj, ata gabuan në dy drejtime: së pari, ata shpiken një adhurim që Zoti nuk e kishte caktuar dhe, së dyti, nuk e plotësuan detyrimin që i vuan vetes.
Kështu vazhdon përsëri të veprojë shumica e krishterëve. Sidoqoftë, disa prej tyre u përqendruan në fenë e Zotit, pa e shtrembëruar atë. Për këtë arsye, i lartësuari thotë, prandaj, atyre që besuan drejt, ne u dham shpërblimin. Ata që e besojnë Muhamedin asë, ashtu si besojnë në Isain asë, Allah do t'i shpërblejt sipas veprave të bëra, po shumë prej tyre janë të padrejtë. Edhe këta do të marrin atë që meritojnë, sipas padrejtësisë së tyre. O ju besimtar, ruajuni Perëndisë dhe besoni profetin e tij. Ai do t'ju dhurojë mëshirë të dyfisht dhe do t'ju japë dritë mendimin e secilës do të ethni dhe do t'ju falë gabimet. Perëndia është falës dhe mëshirues. O ju që keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe besoni te dërguarin e tij. Allahu ju jep dyfisht nga mëshira e tij. Ka mundësi që këto fjalë të drejtohen nistarëve të librit, domethënë atyre që besojnë dhe pasojnë Musain ose Isain asë. Allahu i madhëruar i urdhëron ata që të punojnë sipas besimit të vërtetë. Ai i urdhëron që të kenë drejtë takua ndaj tij, duke ju larguar gjinave dhe mosbindjes dhe të besojnë të dërguarin e tij, Muhamedin asë. Nëse veprojnë kështu, Allahu ka për t'i shpërblyer dyfish prej mëshirës së tij, një shpërblim për besimin e tyre në profetët e shkuar dhe një shpërblim për besimin e tyre në profetin e fundit, Muhamedin asë. Por ka mundësi, gjithashtu, që ky urdhër të drejtohet të gjithëve, qofshin nisartë e librit ose jo. Ky shpjegim është madje më i dukshëm. Kësaj, Allahu i madhruar i urdhëron të gjithë njerëzit për besim dhe drejt takua ndaj tij. Ai urdhëron për pasimin e plotë të fesë së drejtë, me themelet dhe degëzimet e saj, si në veprat e jashtme të dukshme, ashtu edhe për veprat e fshehta dhe të padukshme. Nëse zbatojnë këtë urdhër, i lartësuari u premton dyfish prej mirësisë dhe mëshirës së tij. Masinë e këtij shpërblimi nuk e di askush veç Allahut të lartësuar. Një shpërblim është për besimin dhe një shpërblim për takua, ose një shpërblim për zbatimin e urdhave dhe një shpërblim për lënien e harameve. Po ashtu, ka mundësi që ju jep dyfish të ketë kuptimin, ju jep shpërblime të shtuara her pas here. Por jo vetëm kaq, sepse Allahu i madhëruar thot në vijim, ju dhuron dritë që të ethni me të dhe ju fa gjinahet. Përveç shpërblimit të shumë fishuar, Allahu i lartësuar ka për t'ju dhënë dituri udhëzim dhe dritë që të ethni mes terit të ignorancës. Me shumë akoma, ai do t'ju falë gjinohet dhe do t'ju mbulojë të metat. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Prandaj, asnjëri të mos i duke shumë këto premtime për Allahun, që zotëron mirësitë e pakufishme, të cilat kanë përfshirë qiejt e tokën dhe çfarë gjendet mes tyre. Çdo krijesë është rrethuar nga mirësitë e tij dhe nuk bën dot pato asnjë politje sysh, madje as me pak se kaq. Dhe le ta dini starët e librit se ata, kur fardhën që të Perëndis nuk do të fitojnë marrin, pasi që dhuntia është vetëm në dorën e Perëndis, ai adhuron kujt të doj. E Perëndia është pronari i mirësisë së madhe. Le ta dini starët e librit se ata nuk kanë asgjë në dorë nga mirësia e Allahut. Ne e bëjmë të qartë bujarinë tonë ndaj atyre që kanë takuar dhe besim të plot, duke besuar edhe profetin Muhammed as. Për t'u dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm i starëve të librit, ata nuk kanë asnjë lloj mundësie që të përcaktojnë mirësinë e Allahut, se kujt t'i jepet ajo e kujt jo. Le ta mësojnë mirë se nuk janë ata, me dëshirat e tyre të semura, që përcaktojnë se kujt duhet t'i jepet mëshira e Zotit e kujt jo. Ata të mirë, sikurse tregon i madhruari, thonë, ata e starët e librit thonë, askush nuk do të hyjë në xhenet në qoftë se nuk është xifut ose i krishter. Por i madhruari tha, këto janë trillet e tyre. Thuaju se në provat tuaja nëse keni të drejtë. Përkundrazi, ai që i është dorëzuar Allahut dhe është bamirës, e ka shpërblimin e vetë e Zotit i tij. Për ata nuk ka frikë, as nuk kanë pse të bëngosën. Vekari 111-112. Pra, të mos vazhdojnë me ëndrat e kota dhe me gjykimet e tyre të padrejta. Le ta dinë se vetëm ata që besojnë Muhamedin asë dhe kanë takua, Allahu do t'u japë dyfish nga mëshira e tij, do t'u dhurojë dritë e falje gjunahesh, ndryshe nga që trillojnë starët e librit. Ai do t'i shpërblej punëmirët edhe nëse këtë urrejnë arrogantet e pabindur. Le ta kuptojnë ata të vetmashtruar se e gjithë mirësia është në dorë të Allahut dhe ai ja jep kujt të dojë. Allahu është dhuruesi i madh. Allahu e dhuron mirësinë e tij sipas urtësisë dhe diturisë së tij absolute. Bujaria e tij është e madhe dhe askush nuk mund ta kufizojë atë. Këtu përfundoi tafsiri i surës Hadid dhe kjo është vetëm mirësi dhe bujari prej Allahut. Vetëm ai qoftë i lavdëruar.